Mirë se vini në episodin e radhës të podcastit ton Shëndetin Rëndpare mbështetur nga United Hospital. Urgjenca është vend ku takohen të papriturat, stresi, shpresa dhe profesionalizmi maksimal. E sot do të flasim për sfidat e sistemit shëndetësor, por edhe për atë që çdo qytetar duhet të di për të vepruar sakt ku përballet me një situatë urgjente. Sot kemi të ftuar drejtorin e klinikës së emergjencës mjek me përgjegjësi të jashtëzakonshme, Naser Sylla, i cili çdo ditë përballet me situata ku vendimet merren në sekonda dhe ku shpesh bëhet fjalë për jetë a vdekje. Doktor, mirë se erdhe në podcastin ton. Mirë se jeta. Kënaqësia imja që t'ju kem sot përballë, edhe pse ne shpesh flasim me mesazhe dhe me telefonata tona duke marrë informacione urgjente sa i përket disa rasteve më specifike që kanë të bëjnë kryesisht me aksidente. Kam kënaqësinë e madhe që t'ju kem sot përballë dhe t'ju njoh edhe domethënë publikisht. Kështu zoti Sylla. Fillimisht unë dua të ndalem, zakonisht ja u bëj të gjithë ftuarve të mi këtë pyetje. Nga ju erdhi motivi për të bërë mjek emergjent në këtë fushë mjaft specifike dhe shumë urgjente për secilin nga ne? Shija, pyetje bashkë me vend, shumë interesant. Çdo mjek kur e kryen fakultetin e mjekësisë, atë qëllimin kryesor ka më shpëtu jetë. Në vërtet. Po është ndjenja ma çuditshme, është ndjenja ma interesante që s'mund është kurrë për mirë përshkruar, se si ndihesh në moment për më shpëtu jetë. Kështu që mas krymjes së fakultetit, atëherë në kushtet që ishin. Në cilat vite bëhet fjalë? Bëhet fjalë për vitin 90, vitin 93 kur e kemi për fakultetin. Ne u angazhuam si mjek të përgjithshëm në kuadër ishte shoqata Nëna Tereza, herë me Seli ka qenë Vranjell, së është bon, një punë shumë e madhe. Edhe ne si mjek entuziast, ne ishim gjithë kohën ishim prezent në hapësinat e shoqatës Nëna Tereza dhe rastet që vishin ato të parat, dhe thotë ma shumë të mleshin përshtypja ato rastet emergjente. Ato rastet që me vërtet dojnë intervenim emergjente. Dëshish me thonë drejtën, për atë herit i mojman disa rastet që ishin me vërtet emergjente që ndodhen në atë kohë, edhe më lindja ideja që prap aja mundësia mjekut për mi ofru ndihmë një pacienti është gjithherë është e mujshme, po disi ma nevojshme është në ato rastet kritike. Dhe shka është një satisfakcion shumë interesant për shkak të mjekësia emergjente, për shkak se dhe thot ki të bëjsh shkurt me pacientin, edhe është e lufta shpeton vdes për fat keq vdes, edhe matutje kur të kryet trajtimi, kur të kryet puna jonë, sistemohet në repart apo në klinika tjera, edhe disi edhin vetën ma të lirë u kry, u shpëtue, është mirë gjendja, edhe një shumë mirë. Doktor, ma shpjegoni pak këtë pjesën. Jetë a vdekje, një pe i holli nda në mes. Si është ndjenja e juaj, doktor, mes dy paraleleve kulminante, do të thoja? Shikam, është shumë e vërtet jeta vdekje një pe i ndanë. Dëgjom, çdo rast që referohet ose që vjen për trajtim në spitale, posaçërisht në qendrën klinikë universitare të Kosovës, e veçanërisht në qendrën emergjente, do thotë janë rastet që kërkojnë një tretman edhe një kujdes akut. Po për fat keq ne jemi stërngarkum, apo në mbi ngarkum, kemi edhe raste që nuk kërkojnë tretman akut, po nëse është një temë tjetër, po në qatë kohë, dhe thotë unë shpesher kur i lexoj disa portale dhe këto thonë që vdes në spital ose vdes në qendrën emergjente ose anaj. Dhe thotë është bën një farlloj si kronike zezë në atë aspektin që vdes spital. Dhe thotë nëse e marrim shtruut, asë një pacient i shëndosh nuk vjen në spital, po vinë pacient tron. Edhe asë të një mjek, pavarësisht çfarë është aja, është i mjekësisë emergjente, apo është kirurg, apo neurokirurg, apo kardiokirurg, apo çfarë do lloj tjetër,
natyrë të mjekëve tjerë, nuk mundur për me lujtë rolin rolin e Zotit, të thotë për mi pas jetën e një pacientin dorë. Domon, roli primar i mjekut është për mi ndihmu pacientin. Shkurt për me luftue që ai pacient të shpëtohet. Çfarë luftë e tillë bëhet mund në qendrën emergjente. Tash, çush ndihesh janë dy forma ose dy aspekte se si ndihesh. Kur ki sukses edhe e arrin qëllimin për mi shpëtuar një pacient, nuk është ndjen shkurt e pa përshkruar. Është një knasi shpirtërore, ndjen tepër madhështore. Po mirë, po rastet për shkak të cilat përfundojnë për fat keq me exitos apo me vdekje është një ndjen jashtëzakonisht e rëndë, pavarësisht për moshës apo sashesht kur të jenë moshat e reja, për shembull këto aksidente të komunikacionit edhe këto, ose për shembull raste që kemi plot lëndime në punë edhe këto. Me të vërtetë është një ndjenjë që edhe këto është shumë vështirë për mi përshkruar një zhgënjim total kur ti nuk arrin për mi nxjerr një pacient për një gjendje jashtë rëndë edhe për mja ofru ndimin që për mujtë për një vazhdo jetën. Doktor, në rastet tjetra, domethënë kur vin tek ju në emergjencën klinike, apo fokusohemi tek emergjenca aty ku ju veproni si drejtor në këtë klinikë, a keni momente kur stepeni, kur ju vin të rastet e rënda, pra si është reagimi juaj i parë? Po, edhe për kundër asajni, domthonë që kam një përvojë kryekpot në mjekësinë emergjente, domthonë mbi 30 vjeçare, është shumë e vërtetë që ka raste kur betësh. Tash, lind pyetja cilat janë në ato raste. Kemi aksidentet, kur foli aksidentet, domthonë aty hin gjitha ato mënyrat e lëndimeve, ose me vetdashje ose aksidentale, po hyn në kuadër të traumës apo të aksidenteve. Kemi raste për shembull kur vin foshnja apo fëmijë disa muajshe me gjendje jashtëzakonisht trauma, për shembull për një pakujdesi shumë banal. Kemi raste kur vjen fëmija dhe thot me parametra zero për shkak një kokre pasulis ose një kokre kikiriki që i mbet në fyt. Edhe ajo është një pakujdesi shumë banale e një prindi, por që kushton për fat keq me jetë shumicën e rasteve. Dhe tash kur vjen edhe të qitet në krevet të emergjencës, domthonë shtat të emergjencës, qitet një rast i tillë, domthonë një fëmijë 9 muaj, 10 muaj ose për shkak një vjeç, edhe e sheh me dres tepësh, është e mundur, njërë mas pare ajo, sot jam, s'ka u bon, që është e mujshme kjo. Edhe atëshi, për një moment duhet me marrë frime, hajde të bojnë në shah. Edhe më dhe thonë maksimum për në vepru. Edhe pse jeni për të përgëzuar në këto raste, sepse ato raste me cilat ne kemi marrë informacion, kanë arritur me sukses që t'ja u shpëtoni jetën. Po, për fat mirë ka mjaft raste të tilla, ka jem. Me numër sakt nuk e dije, po ka me qindra ndoshta. Mirë, të hyjmë te pak numrave, me që jeni edhe drejtor në këtë klinikë, sa i përket edhe aksidenteve, numrit të vetvrasjeve, fatkeqësisht që ka ndodhur këtë vit. Por unë dua t'ju pyes se kur duhet dhe kur nuk duhet që pacientët të lajmërohen në urgjencë. Sepse ndoshta kemi dhe raste kur nuk janë për emergjencë dhe vinë trokasin tek dyert e juaja. Shikom, njerë si pikë parë, ta bojmë atë dallimin mes urgjencës dhe emergjencës. Domthonë ne kemi emergjencën e qytetit Prishtinës, që është de facto e kryen punën e urgjencës. Sakt, po. Kurse qendra emergjente është një version ndryshe i asajnë, domthonë që e ka shumicën e kohës edhe shumicën e punës, e ka intervenime në tereneve, kur thonë në teren domthonë në për shtëpia ose në për ambulative. Formën ambulantive, domthonë ku i ofrohet ndihma një personi
ose në banesën e vet, ose në vendin e punës, ose në dërtes, ose në rrugë. Po, është dhe numri telefonit 194 që kërkohet një intervenim i tillë. Ofron ndihmë, ato shka mundet për më krye aty, shka nuk mundet për më krye, simbas domon triazhimit tine, atë që sillet tek ne, domon në qendrën emergjente. Shumë mirë kjo pyetje, kush duhet vinë në qendrën emergjente, kush nuk duhet vinë në qendrën emergjente. Shikoj, me qenë se sistemi jon i shëndetësisë është, do thot, i tillë, pa sigurimin shëndetësor, de facto ne kemi sigurimin shëndetësor, në aspekt, po sigurimin tonë shëndetësor e pagun shteti jon. Saktë. Kurse popullata civile dhe këta nuk de facto nuk paguajnë asgjë, është gjithçka e pagun e shteti. Po, duke parë ato se një hapësinë që ka qendra emergjente, po foli tash për emergjencën time, vispi 503 metra katror, vispi 25 shtretër, edhe kur për shembull brenda 24 orëve defilojnë dikun pe 330 deri në 380 pacienta. Edhe kur shoh stafin brenda stafin i cili merret me atë numër të pacientëve, për shembull brenda 24 orëve i kemi 5 specialistë emergjencës, e kemi një kardiolog, një internist ose 2 internista, 3 specializanta, një ortoped, edhe një kirurg abdominal. Do thot, që ky staf ka që ngusht, i kemi edhe kuadrin e mesëm që pa ta, do thot, është e pamundur, do më thënë, po. Që janë për 13 infermierëve të emergjencës, e tash për mu trajtu për ishti stafit, do thot, 380 pacienta me vërtet është një sfidë shumë e madhe. Po, për fat keq, për këtyne 386 ka pasi kanë qenë gjatë një periudhë të caktuar. Unë do të thonë se dikon rreth 120 janë me të vërtetë që kanë nevojë për trajtim në qendrën emergjente. Do thotë, nga ky numër, domethënë, nga ky numër që është mbi 300, një treta. Po, një treta. Një treta për tyne. Do thotë, në qendrën emergjente nuk duhet të prezentoj as kush pa pas një udhëzim nga mjekësia familjare. Do të ta bëj një kontroll. Nga QMF, po. Qendrën e mjekësisë familjare, ta bëj një kontroll aty nëse mjeku specialisti i mjekësisë familjare ose mjeku e udhëzon, po. E shef që më vërtet është nevoja edhe ky pacient ka nevojë për mu trajtue në një qendër më të lartë, e tash për fat keq me qenë se Prishtina nuk ka spital të vetin. Do thotë që fatkeqësisht, edhe pse është në projektim, po, që qendër si qendër sekondare, e dihet që qendër klinike universitare është vetëm në Kosovë që është qendër si qendër terciare, do thotë nëse ai mjek e shef që duhet për më referuar në qendër klinike universitare, atëherë do mund për marrë pacientët e tillë. Po mirë, po ne kemi edhe raste të tilla për shembull që nuk kanë kohë do mund për më paraqitë të mjeku i mjekësisë familjare për shkak të rastit. Për shkak të rastit që është ashtu. Ato janë ekstra, po prapë në raste me numër një shifror. Ose po them një shifror deri në 10. Gjatë ditës, po. Gjatë 24 orë. Gjatë 24 orë. Prapë numri më i madh i rasteve janë këto. Do thotë këto që vinë shumica prej tyre pa udhëzime për mjekësisë familjare, edhe ndoshta vinë disa që A informoni këta pacientë të cilët vinë drejt tek ju në klinikë, a informoni pasi e kryen trajtimin që ju do duhet të kishit shkuar në QMF një herë, e më pas nëse ju kish udhëzuar doktori, sepse edhe ky shërbim mund të kryej shumë thjesht dhe aty. A ja u thoni këtë informacion? Ajo është gjithsesi që çdo mjek e informon. Në mënyrë që të informohet, ndoshta dhe qytetarët nuk janë të informuar dhe marrin si pikë referimi, sidomos këta që jetojnë në rajonin e Prishtinës, që ke u kanë. Çdo qytetar është informuar edhe e di që e din. Që ku duhet formular më mas pari dhe këto edhe në çdo rast që kryhet që nuk është për qendrën klinike universitare të Kosovës, i thuhet që këtë punë që mund të kryej edhe. Okej. Por shikom, këtu është bënë një punë e madhe deri tashmë për drejtorisë SHSUK-s, drejtorit që kemi tanë për drejtorit Enver Aziz. Domthon është bënë një punë shumë e madhe, është bënë një përpjekje
e madhe që të komunikohet vazhdimisht si me drejtorët e qendrave të njësisë primare, domethënë sistemit primar këtu në Prishtinë, po ashtu edhe me drejtorët e spitaleve rajonale, sistemit sekondar, që të kursehet domethënë referimi edhe të bëhen përpjekje maksimale që mos referohet çdo rast ose po në përqendrat të juaja, po me vërtet nevoja, për shkak se dihet një trajtim në qendrën klinike universitare Kosovë duhet të jetë ndryshe nga këto tjera. Për shkak se ne kemi vetëm një qendër klinike universitare të Kosovës të nivelit terciar, edhe nuk kem ku. Edhe me të vërtetë është mjaft e ngulfatur sa i përket rasteve, po që ju vjen. Është bëni punë shumë më prej drejtorisë që kemi tash. Sa herë është bë apel, sa herë jemi të buë, kemi bën konferenca përbashkëta këto që të stopohet ose tulet numri i pacientëve të referuar, po për fat keq deri tash rezultati ka qenë shumë i vogël. Shkojmë pak te statistikat, të cilat ju keni pranë jush edhe po na interesojnë që t'i dim sa i përket këtij viti, si janë numrat e aksidenteve fatkeqësisht që kanë ndodhur në 2025-ën, po ashtu edhe numri i tentimeve të vrasjeve të cilat fatkeqësisht po them janë tentuar të ndodhin në këtë vit. Shikam, nëse folim për statistika, pse ndoshta kjo emisioni juaj nuk merret me këto çështje, po për shkak të mirë, që t'jemi dhe koherent sa i përket po informacionet të bollshëm nga kjo klinikë. Tash çdo klinikë në fund vitit i nxjerr statistikat e veta, po ashtu kemi bëna. Statistikat e fundit janë që ne këtë vit do thotë i kemi pas 99.017 pacient. Kjo është dedje. Domthon 100% ky numër do ta kalon 100.000. Shka është jashtë çdo kontroll. Është shumë interesant për shkak se ky numër është secilin vit duke ushtu, jo duke zulu, po duke ushtuar. Po pse po ndodh kjo, doktor? Pse ndodh kjo në vendin tonë? Në vendet të Evropës edhe këto, rastet e referuara në nivelin terciar secilin vit zbritën. Për shkak se niveli terciar përveç aspektit profesional mjekësor, domthonë ka detyrën që merret me aspektin edukativ dhe ngritjen e kuadrave të reja, domthonë si specializantëve, si studentëve dhe këto. Të na është të kundërta. Natën e më mirë 17 pacient për mi pas këtë vit është 1.10. Krahasim me vitin e kaluar që ka qenë 97.294. Një rritje. Domthonë një rritje. Sa i përket asaj tash, numri po ashtu që është numër në rritje, është numri i aksidenteve të komunikacionit që këtë vit dëmoni kemi dikun 7.207, krahasim me vitin e kaluar 6.894. Andaj, është po ashtu numri në rritje i pacientëve të cilët kërkojnë ndihmë apo tretman nga smundjet kardiovaskulare. Vitin e kaluar kanë qenë 29.900 raste, këtë vit janë 31.022 raste. Edhe kjo fatkeqësisht në rritje, po. Andaj shka është po ashtu numri i plagosur vjet ka qenë 101 si vjet është 111. Po ashtu kemi rritje. Domethënë deri më sot që flasim. Dhe numri i persona me aspektin që hin aspekti suicidal ose që kanë tentuar vetvrasje këtu po ashtu është numër këzajma. Janë dikon 450 raste si vjet, me numrin e vjetshëm që ka qenë 402 raste. Kemi një trend të rritjes të në raste. Po prap numri më i madh i pacientëve mbetet ai në pjesën e traumës apo në pjesën e reanimacionit, ku këtë vit dikon kanë qenë mbi 23.000 raste që kanë kërkuar atë. Me të vërtetë shifra të larta, po, të larta. Fatkeqësisht që ka ndodhur në këtë vit, pra në 2025-ën. Mirë, doktor, cilat janë emergjencat që kërkojnë reagim të menjëhershëm dhe nuk duhet të neglizhohen nga repartin përgjithësi, po nga emergjenca?
Shikam, emergjensat që me vërtet kërkojnë trajtim të menehershëm, që nuk duhet të, ma mirë është më thonë, nuk duhet të neglizhohen nga pacientët dhe pjesëtarët e familjes, sepse qatë moment që hynë, do thotë që pranohet në klinikë apo në repartet është, bëhet triazhi i sajnë dhe normalisht si me njëherë intervenohet. Por emergjensat më të mëdha janë, domthonë, si pikë e parë është trauma. Çdo traumë, domthonë, si ke aksident komunikacioni, si ke traumë me lëndime të ndryshme, me mjete të mpreta dhe të spreta, ose me armë, zjarrit, ose për shkak trauma, ramja nga lartësia ose këto, ajo domthonë e don me vërtet intervenimin më shpejt dhe ma profesional që është e mundur. Andaj pas kësaj ne vinë smundjet kardiovaskulare, domthonë sindroma akute koronare e zemrës, ose në vendin të ne është ende në vendin e parë edhe para traumës, ama në smundjet kardiovaskulare është një numër shumë i madh i pacientëve që referohen edhe që prezantojnë qendrën emergjente, tu i filluar prej sindromës akute koronare deri te këto incidentet e enëve të gjakut në trumë, domthonë, ose iskemit cerebrale ose zgjakdera cerebrale, andaj me aneurizma dhe disekacione të aortës dhe të enëve të mëdha të gjakut të organizmit njeriut. Sa i përgatitur është stafi për fluks të madh pacientësh apo në situata ekstreme? Ju pak a shumë folët për stafin e klinikës në cilën ju veproni dhe drejtoni apo menaxhoni, mirë po a do duhet që të kishim edhe më shumë staf duke ditur numrin kaq të lartë të pacientëve? Kjo është një pyetje që jemi kamerë një kohë gjatë me ta, do thotë edhe para ardhes sime si drejtuesi i qendrës emergjente edhe para se më është marrë shumë me këtë pyetje, sa jemi të përgatitur dhe a kemi prapë nevojë. Do thotë një prej lamive që është ma deficitare tani për tani në shëndetësinë e Republikës Kosovës është mjekësia emergjente. Para 3 vjetë e kemi bën një fizibilitet të lamive cilat janë ma deficitare në shtetin tonë dhe i kemi detektu 3 për tyne, do më mjekësia emergjente, anestezioni dhe neonatologjia. Dhe është shumë interesant që pak për me rrit interesimin edhe për me bo ma joshse këto 3 profesione, Ministria e Shëndetësisë vendosi një formë subvencioni apo një aspekt që të përkrahen të 3 lami, do të thotë e kanë bën një ndihmë kështu në pagë, jemi dallohen pe lamive tjera, dhe për këto 3 lami është vendosë që ta kenë një ndihmë më të lartë se sa këto tjera, ato është një ndihmë simbolike, do më duket dikun rreth 200 euro ma lartë se sa paga tjera të mjekëve tjera. Por, edhe për kundër kësajne, mjekësia emergjente prapë se prapë ka ngecë edhe sa për shafune nuk është mo atraktive, nuk është ka duket atraktive për kuadrin e ri, për mjekët e ri që përkryin fakultetin e mjekësisë, edhe pse kemi një numër të madh tyne që mas përfundimit studime dhe këto, do më në shprejnë interesim edhe vinë një kohë në formë të punës vullnetare, do më me 100 pjesë e qendrës emergjente, që me përfituar nga përvoja jonë edhe nga rastet tu, po shumë interesant për shkak të asaj punës stresogjene edhe për shkak të me vërtet me thonë traumës që pëson kuadri shëndetësor aty si mesëm si ai lart, e tash kur vjen çështja edhe e kryn kohën atë periudhën e qëndrimit, edhe unë zakonisht gati secilin prej tyre pyeti çfarë do të merresh specializim, atë se askush prej tyre nuk më thotë emergjencën. Ato kohën insistoj, merr emergjencën ashtu edhe përgjigjja është po, është shumë e mirë, shumë atraktive, po me të vërtet drejtor shumë stresogjene, nuk po mundem për 20 vite.
O shumë interesant që për mjekësinë emergjente kemi kuadër për momentin të pamjaftueshëm, si në qendrën emergjente, si në emergjencat, domon departamentet emergjente të Spitalit Rajonale, ku e ushtrojnë punën domon në departamentin e emergjencës. Kemi numër të vogël mjekëve dhe kemi nevojë për ta. Po si mund t'i motivojmë këta student, doktor, po që... Lirësht mund të më thonë që lamia e cila është ma në perspektivë, tani s'ka përse, okej, mund të vazhdojmë, edhe pse doktor Naser Sylla ne dim që ju jeni gjatë gjithë kohës i angazhuar në që të hapni të telefonin. Absolutisht nuk ka asnjë gjë, mund të vazhdojmë. Do të thotë arsyeja e kësajne që nuk janë të interesuar apo nuk janë ka shprehin gatishmëri mjektëri. Ne kemi biseduar me ministrin Vitia disa herë, edhe ajo është përpjek ta bëjmë një zgjidhje, po ashtu me drejtorin e SHSK-s, po. Dhe përveç kësaj ne domon që kemi ardhur në përfundim që t'ju ofrojmë domon një pagë shtesë, ne e kemi qyrë edhe variantën tjetër që ta lëmë të hapur domon vazhdimisht konkursin e hapur për shkak për mjekësi emergjente. Po, për mjektëri. Por ende nuk kemi rezultate. Mund ta thonë që këto tri konkurse të fundit, domon që i ka hap Ministria e Shëndetësisë, kemi pas numër shumë vogël gati simbolik. Domon 4 student ose 4 specializant, 3 specializant, që me drejtë është shumë i vogël. Me shpresë që një të ardhmet të bëhet një projekt i motivimit menaxhues i mirë që kjo klinik të thith më shumë kjo është një pej sfidave tona momentale ma primare që kemi, domon objektivi që jemi ka mirë me to, është kjo ndërtimi i emergjencës së re. Domon këto janë dy objektiva tona që duhet patjetër, po që t'i arrijnë. Doktor, kur një pacient apo familjar që e sill një pacient tek ju ose domethënë tek pjesa e emergjencës, cilat informacionet para duhet t'japi pacienti apo familjarët e tij në mënyrë që ju të merrni një historik të shkurt pacientit? Çdo pacient që sillen në qendrën emergjente, edhe ai ballafaqimi i parë i mjekut, domethënë ballafaqimi i parë është i teknikut të emergjencës apo infermierit të emergjencës, që normalisht i merr i pari domon ato pyetjet e para i bën infermieri i emergjencës dhe i merr ato parametrat vital që i quajmë ne. Sakt, po. Edhe ja referon mjekut dhe i ballafaqimi i parë i mjekut me pacientin është marrja e anamnezës. Po. Tash për dallim të lamive tjera, emergjenca ka dy forma domon të marrjes së anamnezës pacientit. Çka është marrja e anamnezës domon? Në atë rregull i shkafit ankon pacienti. Na kemi dy forma, është forma që e quajmë anamnezë direkte për pacientin i cili është komunikativ dhe është domon aktiv psikofizik, edhe mundet për na i dhon ato ankesë të veta, edhe kemi heteranamnezën kur merret për anëtarit familjes. Domon se kemi numër të madh pacientëve të cilët nuk mundem na tregu neve, edhe nuk mundem me komuniku me neve, edhe anëtarët e familjes na tregojnë se çka ka pacienti, për shkak të anku, ose si ka qenë gjendja, ose si ka ardhur diçka sot apo. Domthon kjo është ajo forma. Tash kur ne marrim vetë për shembull anamnezën, edhe bisedojmë direkt me pacientin, është diçka çështë tjetër, se ne komunikojmë drejt për drejt me pacientin. Kurse me anëtarët e familjes domthon mundem për me aty ne jo komunikojmë se sa është rrezikshmëria, sa është rasti apo niveli i sëmundjes serioze. Është shumë rëndësishme për shembull se te qendra emergjente, domthon dieta çdo spital, çdo shtet e ka një plan të veprimit për kur folim për shembull këtë rast për emergjencat ekologjike apo për emergjencat masive për shembull që kemi rast përmbytje apo në rast vërshime, po, ose tërmete, ose zjarret ose këto.
edhe ne kemi planin e veprimit, edhe jemi domon kemi punuar në atë aspekt, kemi planin e veprimit dhe kemi ekipet, domon i kemi ekipet e përgatitme, dhe lërish mund të them që kuadri shëndetësor i mjekësisë emergjente është në nivel, mos them shembullor, po të kënaqshëm, për shkak se dihet që na kanë për një kohë gjatë domon kemi qenë të provuar për asajnë domon që të kryjmë edukime apo të dalim për trajnime dhe edukime të vazhdueshme që çdo shtet është domon i aplikon tek kuadri vet shëndetësor, kështu që për shkak mungesës viza e dim që çka qenë domon me neve, kurse në kohët e fundit po jemi duke dërguar, ma tepër jemi të koncentruar domon të përqendruar te mjekteria dhe te këta, që ti dërgojnë domon për trajnime jashtë vendit, domon vendet ndryshme, A keni ndonjë marrëveshje? Po në vendet ndryshme, domon si të po foli ato ma shumë të rajonit dhe të Evropës. Po që është domon disa marrëveshje që i kemi me Ministrinë e Shëndetësisë së Shtetit Izraelit, ku i kemi disa projekte që ata vinë të ne këtu, dhe domon kanë ardhur disa herë të ne dhe jemi në zhvillim e sipër disa projekte bashkë mu për këtë qendjen, për këtë çështjen e aspektit domon emergjenca masive. Dhe kështu që vazhdimisht jemi kapunuar me ato që jemi duke krijuar kurrikulat që të krijojmë kuadër edhe të mesëm, domon kuadër të mesëm, vetëm për lamine e emergjencës që t'jenë trajnuar të rastet e tilla domon të emergjencës masive. Mirë. Te emergjencat masive me siguri hyjnë dhe protestat e mëdha apo lojrat e ndryshme futbollistike, basketbollistike, cilat ne kemi në një masë të madhe, që kemi dhe grupacione tifozësh që kryjnë, domethënë, dhunë fizike ose ndaj mjeteve transportit ose ndaj individëve caktuar. Mirë, shumë mirë, domethënë që ka një pjesë mjaft e mirë e trajnimit të stafit ekipit emergjencë edhe me Shtetin e Izraelit. Doktor, do ndalesha tek ju personalisht. A ka raste që kanë lënë gjurmë tek ju si Naser Sylla në lëmin e mjekësisë emergjente, domethënë në punën tuaj profesionale mbi 3 dekada? Shikam, një pyetje tillë ma ka parashtrua edhe një mjek i mjekësisë emergjente, një mjek i imi. Pas ka menduar si on. Kur ishte në vizitën e fundit nga Tel Avivi, nga Izraeli. Shikam, po foli për veten time mas pari, do të thotë niveli i stresit në qendrën emergjente është aq i lartë sa ne shpesh folim për sindromin burnout sindrom. Edhe e kemi folur me ministrin edhe me drejtorin e SHSOK-s që nëse ekziston dikon në botë burnout sindroma, këto ka thonë edhe ekipa që ishte nga Izraeli, nëse ekziston dikun është mund në qendrën emergjente. Shikam, veç një shifër du me të treguar. Vetëm këtë vit, domon në qendrën emergjente kanë qenë 389 ekzituesa, 389 pacient kanë ndru jetën. Pra mendoj një, do thotë, është rast me të vërtet Iran kur tepër Iran kur del edhe ja komunikon diku i thua, po vjen keq, s'mund të më bëj më shumë në jetë. Ka plot raste tilla, po tash ty e falënderu pak përvojësime, pak ma gjatë këto, do të thotë përpjekna për mi bon një mboroj ndaj vetës që ta kaloj ato për pa vduk, mirë po shikam, çdo rast e lën nga një vrag në jetën tonë që e shoh për shkak ku shkoj mas orarit punës, mas to ku shkoj të shtëpia, shpesh herë adin ndoshta nisan më i vogël në shtëpi, të unë paraqet problema në rrugën. Edhe adin bëj kanë në shtëpi ku nana e po të nuk pat i thon vetës, nuk pat nevojë sa adin për më thon shpesh do më për pak san, unë e bëj një veprim që son rregull.
Edhe atë është në lap, më shkoj me njerë me ata, që shkoj. Të kërase. Dhe më në ka plot raste tilla. Po fati mirë si ka raste tjera që adin e ndinat, ka raste kur satisfaksionin, knajtësin. Lirohet ai hormoni i gëzimit, i lumturisë. Nuk ka, po tam, më të vërtet. Dhe më thënë dy ekstreme, lumturia e madhe dhe dëshprimi i madh. Nuk ka kënaqësi më të madhe në botë shpirtërore kur e shef që vjen një person edhe e lidh monitorët vije drejt, edhe është arrest kardiak dhe mas veprimeve tona, mas punës tona, pse shkojnë njerëz edhe këto, edhe kur është që veç fillon zemra për të punuar, adin ajo është një rësjetje trupore. Më dhe të kënaqësi shumë e madhe. Dhe sinqerisht doktor, edhe në lëkurën tonë ndihet ajo kënaqësi, po edhe ai dëshpërim kur marrim informacione të tilla që fatkeqësisht nuk jetoj ose fatmirësisht ja doli. Vërtet. Gjithë kemi pas raste në qendrat emergjente, në klinikat emergjente, edhe unë kam pas një rast tillë me djalin tim, në atë kohë domethënë sa i bëri 4 vjeç edhe më rishiti nga duart dhe ra. Jo më rishiti nga duart, ai ishte me këmbë të veta në tokë në kuptimin që para syve pata edhe më ra në shkallë të një lokali ishim duke pirë kafe. Dhe fatkeqësisht pak e çau kokën dhe përfundum në klinikë të emergjencës. Trajtimi ishte nivel, doktorët paraprakisht më pyetën nëse isha e fortë që të qëndroja me djalin, por faktikisht edhe pse mendoja që isha shumë e fortë, unë isha më e dobta, sepse pas intervenimit që u qep vara e kokës e gjitha, unë rash në tokë, domethënë më rat efekt. Dhe doktorët e harrun djalin, u morën me mus djalin në këmbë të veta. Domethënë, do të them që ju mjek përballeni me shumë sfida, përballeni dhe me të fortin, i cili në të vërtetë është shumë i lig edhe bjen këmbë tuaja. Kemi realizuar para një kohë një mision, ndoshta keni pas rastin po më duket ka qenë TV Klani. Edhe ishim të djem shumë, edhe gazetarë edhe kameramanet, më vërtet të djem shumë të sjellshëm, të djem shumë që nuk ishin, domon ish hera parë në jetën e tyre që merreshin ose shishin raste të tilla. Edhe shumë interesant mirë, po edhe gazetarët edhe kamermanit 2 herë i ka rënë të fikte. E vërtet. E vërtet. Domon ka më vërtet ka raste të tilla ku njeriu mendon që është i fortë, por në të vërtetë jo. Jo, kur është aspekti shpirtëror jemi ton, më kur është në pyetje fëmia, kur janë fëmijët janë më vërtet janë qenë të pambrojtura, janë angjëj të vërtet. Edhe është shumë vështirë në e kuptoj. Edhe pse për fat keq kemi një numër shumë të lartë të lëndimeve fëmijëve, domthon të fëmijëve, kur foli fëmijëve po foli në moshën 5 vjeçare, ata merren domthon. Ne janë shumë hiperaktiv dhe ndoshta është e pamundur që secili prind të rigati mos të ndonjë incident vogël, qoftë sa do i madh tjetë ose i vogël. Nëse bëjmë krahasime me statistikat evropiane të na është numri shumë i lartë i lëndimeve fëmijëve të vogël. Do të thotë e kuptoj ato që nonat janë tash për fat mirë. Kështu që valla Zoti edhe që janë po të angazhuara, punojnë, janë fleksibile, po. Janë shumë fleksibile edhe këto. Mirë, po prapse është shumë rëndësi domon kujdesi ndaj fëmijëve, jashtëzakonisht për shkak se një lëndim lartë qoftë me mund të lëm pasojë shumë mëdha, që atë ton jetën mbetet vrapshti. Doktor, unë ju falenderoj shumë që gjithët kohën nga koha juaj e limituar që të vini këtu në podcastin tonë Shëndetin Rend Parë dhe të bashkëbisedojmë për një nga temat më specifike, siç është Faleminderit edhe juve. Mjekësia emergjente. Faleminderit edhe juve për ftesën. Faleminderit që e keni bëni ose e keni përgatitur një emision tillë. Shpresoj se sadopak ju kemi treguar publikit tonë, popullit, rreth emergjencës, rreth trajtimit në qendrën emergjente dhe në qendrën klinikun e shtatë. Dhe shpresoj shumë që ky fundvit 2025 përfundoj me këto shifra që sapo dha dhe mos kemi shifra shtesë, duke ditur që kemi dhe festat e fundvitit. Faleminderit shumë. E shfrytëzoj rastin që na me qendrën emergjente dhe na me qendrën klinikun e shtatë Kosovës
që uroj festën e fundvitit, Krishtlindjet vitin e ri. Dhe shprej dëshirën që lash Zoti që viti tjetër të jetë më i begatshëm dhe më i mirë për ne dhe gjithë popullin shqiptar. Faleminderit doktor. Shikues të nderuar, ishte ky podcast i Shëndetin Rend Par me doktorin e klinikës emergjente apo thënë më mirë mjekësia emergjente, Naser Syla. Unë ju uroj ditë të mbarë dhe të takohemi në podcastin e radhës. Mirëmbëjtje.